Spartak Dano, përshëndetje doktor, jam një banor i fshatit Trajgjas. A mund të më thoni se çfarë qëndrimi do të mbani për projektin e grabitjes së ujit të Trajgjasit për të çuar tek rezortet e oligarkëve në Palas dhe Dhërmi? Unë me këtë ju përshëndetje përzemërsisht, garantoj ju, banorëve të Trajgjasit dhe të gjithë banorët e lumit Vlorës, se asnjë litër ujë nuk do mund të mirret kur pa miratimin tuaj të plot. Spari, së dyti. Qeveria aktuale dhe ajo që vjen mbrapa ka të gjitha mundësitë për të garantuar sasi kolosale ujë pa e marrë Trajgjasit, Dukatit, Kuçit, Gjormit, apo të gjithë fshatrave, asnjë litër ujë. Janë i dashur, mira litra ujë të nëndheshëm që derdhen në det, të cilat kërkojnë vetëm tërheqjen e tyre me pompa, gjerë në depo të cilat mund t'i dërgosh në çdo drejtim. Por e vërteta është që këto ujëra nuk janë vetëm në zonën e Vlorës, por janë edhe në zonën e Dhërmiut dhe në zonën e Bregut. Kështu që qeveria para se të mendoj t'i shtroj në shkretëtir 35 fshatra të lumit Vlorës, t'ja heqi ujë që është jete e tyre, të marri pompat, ujnë e ëmbël, që është kudo. Jo, thëmu ju, ka patur projekte të mëdha për marrjen e tij, për transferimin e tij drejt Italisë. Ta transferoj një pjesë të madhe të tij drejt Bregut shqiptar, pa shqetësuar ju. Kështu që asnjë shqetësim mos keni, asnjë vot mos hipni për ata që duan të grabisin ujin. Ju siguroj se uji do mbetes i ujë i paprekshëm.